Vllaznia ka nisur mirë kompeticionin e Kupës së Shqipërisë, teksa që në ndeshjen e parë ka fituar 3-1 ndaj Erzenit në sfidën e luajtur mbrëmjen e së premtes në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ku çeblutet drejtuar nga trajneri Artan Kalaja kanë fituar setin e parë me shifrat 25-19. Në të dytin janë mis nga Shijaku që kundërpërgjigjen duke fituar me të njëjta shifra. Barazimi i seteve 1-1 rihapi takimin duke nisur gjithçka nga para, ku vllaznia më në fund arriti të fitonte me rezultatin 3-1. Morë me pikë të plota, por vetësia setit parë na bani që të humim setin e dytë. Kështu që kjo do t'jetë një mësim për ne që loja marron jo kur marrën një set, jo kur bën 25 pikë, por loja marrën kur fitohen 3 sete. Pastaj ne reaguam me seti i dytë, reaguam mirë dhe loja u bë fort, ne lutëm kundër një skuadër të fortë, një skuadër që ka emër në volejbollin shqiptar. Në vijim trajneri Kalaja flet edhe për objektivin e kupës dhe mungesat në këtë ndeshje, për arsye dëmtimit të Taflet dhe Pepajt. Objektivi është fitoria. Megjithëse Tirana na ka fituar në setin e fazën e parë, ne ishim pa një lojtar, por gjithsesi ne nuk duhet të justifikohemi. Ekipi ban mirë, diti të reagonte mas asaj situatit negative. Kjo tregon që ekipi ka forcë.